Rogerti ndihet jashtëzakonisht i thyer dhe ndihet shumë i tmerruar nga droni i cili ka mbritur në shtëpinë e Big Brotherit ditën e sotme nga daja i Brikenës. Rogerti këtë gjën e quan si një informacion, do me thënë një informacion i cili ka ardhur nga jashtë për Brikenën. Tani, Rogerti dhe Miri, duke u bazuar edhe në prajmin që ndodhi, duke u bazuar edhe në analizën e opinionistëve, që opinionistët e dhanë kundërdrejt lojës së Mirit dhe lojës së Rogertit, që ishte do me thënë një goditje jashtëzakonisht e fortë, Rogerti, siç duket, po vendos që të largohet nga shtëpia, sepse nuk e ndjen veten finalist. Një fjalë që Rogerti e tha gjatë diskutimit që bënin, gjatë bisedës, ishte kjo që unë me Mateo nuk shkoj në finale, unë me atë djalë nuk shkoj në finale. Do me thënë, Rogerti ka filluar që ta ndjen frikën